Është kontroll, nuk është modernizim I dashur. Është siguri 100%. Është 100% siguri. Okej. Ja, për shembull, Nuk kemi më vrasje. Jo, është e mbrona, ajo shko. Bie 20% krimi. Bie 20% po të vjen kamera. Nuk do kemi aksidente. Nuk do kemi aksidente. Ornela, ma lër një sekundë. Kush I ka bërë këtë testim? A biem dakord ne që filmimi I protestave, Kjo ndihmon për zbulimin. o Faik, kur kanë filmuar protestat, I kanë arrestuar ata protestuesit direkt. Është shembull konkret ai. Jo, ka funksionuar kamera. Është funksionale. Janë arrestuar 20 protestues, janë liruar. Mirë, ajo është punë tjetër. Është punë tjetër. Po, efekti kamerës botë. Nëse do ishte janë liruar sepse nuk ka pas prova dhe nuk e lidh dot ti protestuesin me hedhjen e molotovit, se po ta lidhje nuk e leroje sepse ai ka kryer një vepër penale. E fundit fare. E fundit, të lutem. Ta mbyll një bisedë në fund. E fundit është kjo. Ajo lloj kamere, po e them për këtë që të kuptohet se nuk po vendoset për protesta. Ajo lloj kamere e ruan personin. Pra nuk ka nevojë ta ndjekësh ti kamerë mas kamerë. Ajo e ruan vetë. E regjistron në fillim dhe e shoqëron. Po Faik, pse nuk e thua trosh për Faik tani? Pse I vë kaq lulet bukura më? Po s'është lule më. Po lulet bukura më komplet. Tani, ti mendon ja pyetje, ti mendon se informacioni media është I kontrolluar apo jo? Tash informacioni. Jo, të drejtën këtu. Sa vetë ai kishin kopjen e Teamsit? Kush U dënua? Duhet Si bësh e backup-i? Po sistemi tatimeve, se fillon hershëm kjo punë. Jo, po kjo është Kjo është duhet patjetër përmirësim burime njerëzore. Ja, pastaj po hyrë ke burime njerëzore, hajde flasim, jam dakord me ty. Duhet për burime njerëzore. Pra, informacioni në media kontrollohet. Kush gëzon pushtetin e informacionit? Çfarë ka? Kush shënon pushtetin bëhet face detection edhe? Mesazhi? Armir, para se të vetë ai mesazhi I famshëm që në një gjë ke për këto kinerëzërimin ton? Po jo, atë desha t'i them Riciklohet historia, Allah. Duhet t'i them Faik. Se mos ta japin shpejt valla, se po më vonë ta bëjnë ata po tani shpejt. Kineze. Imagjino, do të vi protestuesi që thotë, da kapi kamera që në kamës kur vjen ai që kur blen naftën, megjithëse shrit çmimi e fut në shishe për të ardhur, e ndjek deri këtu e kap roboti. Pastaj roboti e çon ke gjykatësi që ka thënë Rama do bëhen fëmijët e diellës. Pra ditë do hysh në sistem. S'ka për të marrë robi, Faiku do jetë kot Faiku, se është I sigurisht. Do të merret gjithë sistemi, roboti do ta çojë edhe në burg, do të jetë dhe ky kanabisit në burg do të jetë policë robot. Me këtë lloj futurizmi që kemi parë nëpër sa filma distopik. Unë për veten time, administrata publike po shtojnë numra. Gjithë merrin që kam është që jo teknologjia është perfeksion që rritet. E kam në duart e kujt është. Në Shqipëri nuk kam të merr kjo. Kush e menaxhon? Këtu a diskutojmë. Jam shumë dakord. Ore kur të vi Salio mos e tash shqiptar.